Mundën me shku tek tregu I gjelbërt në kryet shtet, edhe t'i marrën ndoshta ato me çmime edhe më të lira të cilat mundën në krahase me disa marketet të tjera të cilat mundën me pas çmime më të shtrenjta. Ky vit 2025 po ashtu karakterizohet për rritje çmimesh edhe për debata dhe tema muhabete të cilat I kemi bërë qoftë në tavolina me qoftë edhe në studio televizive ku kemi folur pra për inflacionin, për çmime, rritje çmimesh e të tjera. Këto çmime më së miri I din pa tjetër Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ne kemi të ftuar Ilir Berisha, drejtori I Departamentit të Statistikave Ekonomike në ASK, dhe po ashtu gazetarën e kohës që pikërisht e përcjell këtë sektor, Sanie Jusufi. Mirëmëngjes, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u gjetë. Kënaqësi që ju kemi këto, nuk e di sot që patëm mundësi me I dëgju disa prej atyre çmimeve, megjithatë ky vit pra është karakterizuar për rritje çmimesh, apo jo, zotri Berisha? Po, Agjencia Statistikave të Kosovës, sipas programit të punës që ka, me 10 dhjetor ka publikuar indeksin harmonizuar çmimeve të konsumit për muajin nëntor 2025, dhe në bazë të këtij indeksi shohim një rritje prej 5.3% krahasuar me nëntor 2024 dhe prej 0.4% krahasuar me muajin paraprak në baza mujore, muajin tetor 2025. Dhe po ashtu ju e keni bëni çdo muaj këtë apo ka qenë vetëm tash në përmbyllje të vitit? Jo, indeksi harmonizuar që nga viti 2002 publikohet në baza mujore me 10 ditë ose deri në 12 ditë pas periudhës referuese, do të thotë pas muajit. 12 ditë në rastet kur data 10 ose 11 është ditë pushimi apo ditë vikendi. Kjo 5.3% ka qenë gjatë vitit, apo tash është rritja më e madhe? Ne kemi vërejtë që në vitin 2025 ka pas një ngritje kur janë krahasu muaj me muaj me vitin paraprak. Dhe është vërejtë që viti 2025 do të jetë më I lartë në krahasim me vitin 2024. Indeksi harmonizuar I çmimeve të konsumit do të jetë më I lartë krahasuar me vitin 2024. Do të ndalemi pastaj tek lista e produkteve të cilat kanë pësuar më së shumti rritje, por po kaloj pak edhe tek Sania. Sani pikërisht e ka përcjell këtë sektor, po besoj punën më të ngjeshur e ke pas si vjet me këto çmime, po ashtu edhe çmimin e energjisë elektrike, jo vetëm produkteve të cilat I konsumojnë. Po është e vërtetë Agnesa, këtë vit pra është karakterizuar për një rritje çmimeve, duke filluar prej çmimit të energjisë, I cili ka ndikuar në mënyrë efektive apo zinxhirore edhe tek produkte tjera. E kemi parë që vitin e kemi filluar me një inflacion, shkalla e inflacionit ka qenë të ulët, 1.4%, që është normale, se ndodh në krejt vendet edhe evropiane edhe të botës, megjithatë me paralajmërimet për rritjen e çmimeve të rrymës, tarifa të reja prej 16.1%, ka filluar me njëherë trendi I rritjes së çmimeve. Nëse e marrim me njëherë në prill, ka pas pra një rritje dikun 3.8% nëse nuk gabohem, e pastaj duke kaluar tetori ka qenë 5.1% dhe nëntori 5.3%. Pra këta muajt prej verës e tutje kemi pas rritjen e çmimet të konsumit. Kjo ka ndodhur edhe shkaku I daljes në treg të lirë të 1300 bizneseve, sidomos atyre prodhuese që kanë ndikuar në rritjen e kostës së operimit për to, dhe kjo natyrisht është reflektuar edhe në produktet që ata I prodhojnë, duke rritur pra çmimet e tyre që me mbulu kostën që është rritur sa I përket energjisë. E kemi pa gjithë vitin që qytetarët e kanë pas këtë gjatë vështirë për me I përballu këto çmimet, për shkak se pagat nuk është që kanë lëvizur në ritmin e njëjtë si që kanë lëvizur çmimet. Megjithatë inflacioni nëse e krahasoj me 2022-ën është më I ulët, për shkak se në 2022-ën ka qenë dikun 11% ose më I lartë krahasuar me si vjet. E pse ka qenë kjo? Për shkak luftës në Ukrainë që ka ndodhur apo për shkak pandemisë që lufta në Ukrainë ka rritur shumë çmimet, për shkak se vendet evropiane kanë pas vështirë të furnizohen dhe për shkak që Kosova është ekonomi që importon, e kemi prodhimin të ulët, importon edhe rritjen e çmimeve. Dhe kjo ka ndikuar që në 2022 pra të kemi një inflacion të lartë, po që 2 vitet më pas është stabilizuar, ka pasur një rënje, ndërsa si vjet pra e kemi prapë një rritje. Për dallim prej viteve tjera kur inflacioni ka qenë pra shkak I importit, këtë vit e kemi një dallim tjetër për shkak se inflacioni është që po prodhohet edhe brenda vendit, për shkak se produktet vendore pra janë më të larta se sa ato që po importohen. Edhe këto.
Po. Për shkak se është rrit edhe energjia elektrike dhe shpenzimet në fakt të këtyre produktëve, gjitha të që janë brenda në Kosovë. Cilat janë ato produkte që kanë pësuar ndryshime? A mundemi me i përmend? Ne i kemi edhe në listën nga ASK, po mundemi me i përmend. Po pikërisht të njëjtat janë publikuar edhe në publikimin tonë, në rritin vjetor prej 5.3%, ndikuar ngritjet e çmimeve të konsumit në grupet dhe në grupet si shërbimet tjera në lidhje me pajisjet personale të transportit, që ishte në ngritje prej 18.1%, pemet me 16.1%, energjia elektrike me 15.5%, biletat e fluturimit me 14.6%, mirëmbajtja dhe pajimi pajisjeve personale të transportit me 14.1%, kafja, çaj dhe kakao me 14%, mishi me 13.7%, pushimet e organizuar me 13.5%, qumshi djathi dhe vezët me 10.5%, lëndet djegëse të ngurta, drum zjarri, pelet e tjera me 9.6%, shërbimet ambulantore, shërbimet hoteliere, pajisje terapeutike, dohani, kujdesi personal, vajrat e ndyrat, prodhimet ushqimore, mallat dhe shërbimet për mirëmbajtjen e zakonshme të ekonomisë shtëpiake, buka dhe dritrat, veglat, sheqeri, reçeli, mjalta dhe çokoladët dhe ëmbëlsirat, pijet alkoholike, mirëmbajtja dhe rregullimi i vendbanimit, arsimi, gjërat personale, furnizimi me ujë dhe shërbimet dhe pothuajse të gjitha nën grupet që patën një ngritje dhe të gjitha ato ndikuan, patën një ndikim të përbashkët në prej 5.4% e indeksin harmonizuar çmimit konsumit. Rënja ka pasur vetëm te karburantët dhe lubrifikantet për pajisje transportit personal me 0.8% dhe blerja automjeteve me 0.5% që të dyja së bashku kishin një ndikim prej 0.1% që e bariruan prej 5.4 në 5.3% të indeksit harmonizuar çmimeve të konsumit. Ju përmendët tek qumshti djathi dhe vezët që ka pasur rritje 10.5%, vezët kanë qenë ndër më të komentuara tash edhe së fundmi ku ndryshoi çmimi 5 euro e gjysmë apo 6 sa është bërë tash, që për 30 vezë është jashtëzakonisht shumë, apo? Ne gjatë kohës kemi raportu se si ka ndodhur që vezët të shndrohen në një produkt luksi për qytetarët, kur ajo është një produkt bazik që do duhet të kishte në çdo tryezë të qytetarëve. Por ajo çfarë ka ndodhur dhe gjatë bisedave që kemi pasur edhe me prodhuesit, fermerët e kemi vërtetur që ka pas zero import prej Shqipërisë gati, për shkak të në fillim ka qenë gripi i shpesve që ka ndiku dhe ka rënë pra importi prej Shqipërisë, njëkohësisht ka rënë edhe importi nga Maqedonia e Veriut dhe kjo ka ndiku që çmimi i vezëve të rritet për shkak se këto janë vezë që janë në prodhim vendor dhe kur nuk ka import nuk arrin të mbulojë të gjitha kërkesat e konsumatorëve brenda vendit me prodhim vendor dhe ndikon që të rritet edhe çmimi i tyre. Dhe kemi pa ka ndodhur edhe në të kaluarën që vezët për një kohë një javë, 2 të ketë në rritje çmimit, ndoshta jo në nivel si ka qenë si vjet, por ato çmime janë stabilizu dhe kanë rënë shumë shpejt. Po këtë herë kemi pa pra që janë gati 2 muaj që është çmimi pothuajse i njëjtë, me sa e pashën në përmarkete ka arritur edhe në 6 euro tani. Po. Dhe që është komentuar mjaft shumë edhe nga shqiptarët, ndoshta këtu vret edhe numri i fermerëve në Kosovë, të cilët pra merren ndoshta në këtë rast me shpest pulat, ndoshta lopët të cilat i mbajnë edhe baktitë e tjera. Diçka që është komentuar që po besoj mundet me u lidhë dhe me fundvitin me datën 31 me dhurata të ndryshme janë edhe çokoladat. Edhe ato patën një rritje të çmimit. Që pastaj, ne kur e kemi pasur edhe si bisedë në studio edhe një kohë më parë, kanë qenë shikuesit ata të cilët kanë dërgu foto të çmimeve të produkteve ndoshta në Gjermani, në Zvicër, në vende evropiane, me bu një krahasim ndoshta me Kosovën, çysh janë atje dhe çysh janë këtu, e që këtu rezultante se çmimi ishte edhe më i lartë dhe pastaj ne vazhduam në krahasime me pagën dhe me jetesën këtu brenda vendit. Po si që sfigum të rritja e nën grupeve, të nën grupi sheqeri, reçeli, mjalta, çokolada dhe ëmbëlsirat, rritja vjetore ishte me 4.5%, ndërsa rritja mujore ka qenë me 0.3%. Po, ky nën grup nuk ka ndonjë ndikim të madh në indeksin e harmonizuar të çmimit të konsumit, është dikon 11.1 promil ose 1.1%. Mirë po nëse e vrejmë me vitin bazë 2015, ky nën grup është rritë për 0.3.4%.
këtu nuk po ndajmë vetëm çokoladën, po shnim gjithë këtë në grup. Ka pas në ngritje, po kjo... Nëse mund të ndërlidhem këtu. Nëse bëjmë krahasime me vende tjera, ndoshta nuk mund të bëjmë krahasime në këtë formë, për shkak se atje prodhohen, ndërsa kosteja transportit është kosto që futet në produktin final. E që dhe aty ka pasë ndryshime madje edhe tek produktet e transportit, por si dhe qoftë edhe si vjetë çmimet kanë pas një ngritje edhe më tepër, ndërsa çmimi i naftës ishte më jollët në fakt, e kishëm edhe Zotri Berisha e lexoj edhe këtu statistikat e fundit. Ne thamë që kanë qenë shkaktarët, disa do të thotë janë shkaktarë zinxhiror, çka tjetër përveç energjisë elektrike. Një mysafir herën e kaluar kur e patëm thanë edhe biletat e aeroplanit dhe këto gjërat e luksit mundën me ndiku tek çmimet e produkteve bazë. Ndoshta çfarë ndërlidhje mundet me pas kjo? Po kjo mund të ndikoj për shkak se kostoja atyre është më e madhe. Dhe nëse e nxirrëm një mesatare, pastaj del që ato kanë ndikim më të madh. Për shkak se vezët nuk e kanë të njëjtin kostë sa biletat e aeroplanit. Një pako vezë mund të kushtoj 5 euro gjys, po një bilet aeroplanit është më shumë se 100 euro. Dhe kjo pra është ajo krahasime për shkak se biletat kanë kostën më të lartë edhe hyn te inflacioni, ndikimi është më i madh i tyre se sa i vezëve. Por një tjetër çështje që duhet theksuar është për shkak se çdo herë kur ka kriza, tregtarët fillojnë pak me abuzime. Vendor. Në momentin kur paralajmërohet për rritje të çmimeve të energjisë, e kemi pa që fillon menjëherë ende pa u marrë fatura ose ende pa hyn fuqi tarifat, tregtarët fillojnë të ngrisin çmimet. Edhe ky është një lloj abuzimi prej anës tyre, por tani e kemi pa që autoriteti i konkurrencës veç ka filluar hetime ndaj tregtarëve, janë diku 21 produkte ushqimore që janë në lupën e autoritetit konkurrencës, megjithatë ky ngërshi politik që ka ndodhur si vjet ka lënë këtë institucion pa përbërjen e plotë të bordit dhe pa mundësi në vendimarrje, edhe nëse hetohet diçka, pra duhet më prit përbërjen e plotë që me marrë masa gjobat që janë një pjesë pra që mund të merren nga ana autoritetit konkurrencës. Do të tjerët e kanë shfrytzuar këtë situatë. Pra në këtë situatë kur vëmendja ka qenë njëkohësisht e përqendruar te kriza politike, tregtarët e kanë shfrytzuar këtë duke pasur parasysh që as institucionet nuk janë gjendje pra të merren vendime dhe fokusi i tyre ka qenë te konstituimi i kuvendit, qeverisë, institucioneve tjera. Të gjërat të tjera cilat i patëm 4 palë zgjedhje, kështu që syri ka qenë edhe vëmendja krejt aty. Flasim edhe për ligjin për çmime tavana. Mundot me ndiku kjo, sepse ka mbetë si pezull. Në qoftë se bëhet kjo në vitin 2026, mundot me pas një stabilitet? Natyrisht që ligji për çmime tavan do të kishte një efekt në uljen e çmimeve. Megjithatë kur është bërë ligji, partitë opozitare e kanë atakuar në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese kanë nxjerrë një vendim që thotë që është e kundërligjshme për shkak se qeveria nuk mund të ndërhyjë në çmime. Për shkak kushtetuta e përcakton që qeveria nuk mund të ndërhyjë në çmime, por nuk e përjashton mundësinë që të bëhet një mekanizëm tjetër që do të merrte pra vendime sa i përket çmimeve tavan. E kemi pa që të njëjtën masë ka bërë edhe Gjermania edhe Shqipëria, pra mund të kenë ndërhyrje, por jo të bëhet prej anës qeverisë. Tani në kohën e fushatës, sa kohë kemi përcjellë edhe ne, e kemi pa që kryeministri në detyrë Kurti e ka kthyr si propozim që momentin kur të vinë në qeveri do ta kthej ligjin tavan, pra ka prit për një kohë gjatë gjatë, se janë afër 2 vite që është marrë vendimi gjykatës kushtetuese, dhe pikrisht kur është kthy si temë diskutimi dhe është ataku prej partive opozitare për rritje të çmimeve, ai po e kthen që pas ka një mundësi që të bëhet pra ligji për çmime tavan. Tash të shohim pasi ka marrë një përqindje gjatë të lartë të votave, po shpresojmë që në momentin kur vjen në qeveri ashtu siç e ka premtuar të merr masa pra të bëhet ligji tavan, por njëkohësisht do duhet të aktivizonte inspektorët, të dalin në terren, të monitorojnë çmimet, të ndalojnë abuzimet prej anës tregtarëve, pra që rritja të jetë reale e jo të jetë fiktive. Po, e vërtet. Çka presim vitin 2026 nga ASK, me qënë se jemi krejt në fund të intervistës, qysh do të vazhdoj punën ASK? Agjencia Statistike zakonisht nuk
bën projekcione se si do sillen, sepse ne si mision kemi për qelim ajo që ka ndodhë, dhe në basë metodologjisë të statistikave europiane dhe të fondit monetar ndërkombëtar, të publikojmë tërgos makroekonomik këtë rast inflacionin, i cili është i krahasueshëm edhe me vende tjera, duke zbatuar metodologjinë e njëjtë. Kjo me 10 janar ne do të publikojmë edhe indeksin harmonizuar të çmimeve të konsumit për muajin dhjetor dhe do ta kemi mesatarën vjetore. Deri me tani, për këtë 11 muaj, mesatare vjetore është diku 3.7%, krahasim me vitin 2024, presim edhe në muajin dhjetor. Zakonisht për juve dhe për shikues, Agjencia e Statistikave të Kosovës i monitoron sipas metodologjisë çmimet në periudhën prej datës 10 dhe deri me datën 20. Domethënë është kjo 10 ditë. Nuk praktikohet të monitorohet në fillim të muajit, për shkak se kërkesa është më e madhe se gjithë i marrin pagat. Edhe në fund të muajit nuk praktikohet, për shkak se kërkesa bjen, oferta njëjtë, ose ka çështje sezonaliteti, siç janë tash festat e fund vitit. Shpresojmë, siç e përmendi zonja, që në të ketë ekonomi të hapur edhe mos ndikohemi nga mbylljet për importet produkteve të caktuara dhe çmimet të shkojnë përtej ngritjes normale siç është rasti i vezëve. Pasi që ne jemi ekonomi e hapur dhe jemi ndikuar edhe për lëvizjeve të jashtme. E përmend edhe çmimin e biletave të fluturimeve ajrore, edhe ato janë që ndikohen, pasi që Kosova nuk ka ndonjë kompani ajrore të vetën, ato janë çmime që lëvizin në vezat e jashtme, tregun e jashtëm. Gjithashtu, presim një vit më të qetë, urojmë që të ndalet edhe lufta në Ukrainë dhe ajo do të ketë një ndikim në normalizimin e jetës, jo vetëm në Kosovë, po edhe më gjerë, edhe në gjithë Evropën dhe vende tjera. Uroj që t'jetë ashtu, faleminderit shumë për kohën, ndërsa sa një për fund, besoj që gazeta në formatin PDF dhe gjendet në portalin koha.net, pas pak do t'a shfletojmë edhe ne bashkë me shikuesi, do t'ketë një përmbledhje dhe do t'jetë ajo përmbledhje për këtu çmime, apo çka mundën me lexuar nga Sania? Po, nga ana ime, unë kam 2 shkrime që janë bërë për gazetën e fund vitit, edhe pse nuk do t'jetë e shty për këtë herë, por do t'jenë PDF. Shkrimi i parë ka të bëjë pikërisht me rritjen e çmimeve që ka ndodhur gjatë këtij vitit, është pra një përmbledhje duke filluar prej janarit deri tani se si ka shkuar gjithë këto procedura, këto akuzat mes partive politike, gjitha janë përfshirë aty, por njëkohësisht është edhe sa i përket çmimit të energjisë elektrike, pra është përmbledhje rreth tarifave të energjisë që janë rritur për gjithë konsumatorët, edhe shtëpiak, por edhe prodhues të vogël, por njëkohësisht edhe për daljen e 1300 bizneseve në treg të hapur, të cilat është vendim ky që është këndvështruar mjaftueshëm prej anës bizneseve. Kemi pas pra një vendim gjykatës supreme që Oda ekonomike e shesin në favor të saj, megjithatë ZRE-ja po interpreton që nuk ka ndikuar kurrë dhe pra kemi këtë proces që është në fuqi ende. Janë gjitha këto dhe po ashtu edhe një paralajmërim që është bërë që shkaku i pasigurisë energjetike që është me prodhimin vendor, është paralajmëruar që mund të ketë edhe një rritje tjetër në vitin e ardhshëm. Tashmë ZRE-ja veç ka hapur një proces të shqyrtimit të tarifave të reja, që pritet normal të bëhet brenda aprilit vendimi i ri, që do të jetë në fuqi nga 1 maji. Për këtë mbetet të shihet dhe pastaj tutje patjetër që do t'ju kemi edhe në studio për me i diskutu. Ju uroj një ditë sa më të mirë, një festë sa më të mirë, po ashtu edhe vitin 2026 ju shkojmë barë dhe me shumë suksese. Faleminderit shumë për kohën që keni gjetë me qenë pjesë e emisionit mëngjesit. Faleminderit nga ju. Naci.